Mirëmbrëma, është situatë ndezur politike, por mbi të gjitha duhet ju kthehemi një çik problemeve të shëndetit, problemeve të cilat në këtë stil, në stilin e dimrit me këto të ftohtë të menjëhershëm, padyshim që janë edhe më të rënduara. Neve mund të flasim për politikën, por politika nuk ndryshon. Është e njëjta që ka qenë që para 35 vjetësh, ndryshojnë vetëm faktorët, ndërsa viruset evolojnë. Viruset evolojnë, sëmundjet bëhen akoma më të shpeshta, dieta ushqimore llogaritet si një ndër vaksinat më parandaluese. Unë sot në fakt do flas për Covidin, për teoritë komplotiste, për atë që shumë njerëz thonë që ishte një virus i cili u shpik për të shfarosur njerëzimin, ca të tjerë thonë që ishte një grip i zakonshëm, të tjerë thonë që ishte një sëmundje e cila mund të përballohej lehtë, pa marrë këto masat e jashtëzakonshme siç ishte mbyllja, dhe kjo mbyllje e cila transformoi në një farë mënyrë modus operandi, në mënyrën e të menduarit të njerëzve, bëhet si e diktuar nga elitat botërore, nga kupola e Bilderbergut, nga summiti i Davosit, ku mblidhen njerëzit dhe bëjnë llogaritë se si të shfarosin njerëzimin me në kryesor ose gjithmonë. Por gjithashtu kemi edhe çështje më serioze, një vaksinë e cila ndihmon për ngadalësimin e demencjas. Gjithashtu në Amerikë ka bërë buj piramida e re ushqimore, piramidë e cila menjonon karbohidratet. Mirë po sa reale është, duke pasur parasysh që Trumpi dhe enturazhi i tij janë shumë tipa që më tepër i afrojnë teorive komplotiste se sa kanë të bëjnë me shkencën. Gjithsesi, për gjitha këto, neve do të diskutojmë me një mik tonin, mjek, anestezist në Itali, në Lodi, një ndër 15 spitalet më të mira të Italisë, me doktor Alban Beltoen. Doktor, mirëmbrëma, mirëseva. Mirëmbrëma, Drejtan. Kënaqësi të jem këtu me ty sot. Kënaqësia është gjithmonë e imja, po kujtojmë kohët e Covidit, kur ti zhvishesh nga armatura dhe futeshe pastaj në dhomë, kishe kujdes që prindrit e tu mos kishin kontakt me ty, dhe ti në një dhomë vete i jep një informacionet e përditësuara atë çfarë po mësonte bota mbi Covidin. Në mos gaboj, më ka thënë që në Lodi ishte pacienti 1, pacienti 0 ishte diku tjetër, pacienti që puri Covid. Pacienti 0, ai zyrtari 0, ishte në spitalin ngjitur me Lodin, Kodonjo. Okej. Ndërsa pacienti 1, 2, 3 ishin në Lodi. Në Lodi. Po pastaj pam që ai 0, nuk e di sa 0 kishte para, edhe nuk e di, në thënë mund të ishte një miti pastaj. Ai 0. Po ka qenë një, ka gati 6 vjet kjo histori. Tashti që i kujtojmë dhe duke pash në retrospektiv çfarë ndodhi që në janar. Që në janar kishte raste të çuditshme, të themi kështu. Edhe në Shqipëri pati rate të çuditshme. Rate të çuditshme pneumonie, sidomos në sëmurët që ishin në sëmurë të rëndë, në sëmurë tumoral, në pleq, me një kuadër pneumonish atipike, që nuk i linte shans për të jetuar. Brenda pak ditëve dhe kaloni. Po ishin raste sporadike, tek tuk, do të thënë 1 në 2-3 ditë diku të shpërndar, kështu që nuk është se menduam se do ishte diçka. Ajo që filloi me tërmend, do të thënë kur mori zjarr, kur mori vrull, ishte nga data 10-15 shkurt, sepse dyndja e njerëzve nëpër urgjenca u bë dyndje shumë e madhe. Po vinin jo vetëm të moshuarit, po vinin dhe të rinjt, sepse kishin temperaturë të lartë, kishin koll që nuk kalonte me asgjë. Kishte vështirësi në frymarrje, gjitha derisa u pa ky pacienti 0, që një 37 vjeçar të ketë një kuadër të tillë kaq të rëndë, pulmonar, gjitha, pa qenë në një kontakt, sidoqoftë pa qenë kontakt me kinez, me gjëra të tilla, megjithatë, tham doktoresha që ishte atë ditë, dhe doktori që ishte atë ditë në ashtu, tham, hajde ta bëjmë tamponin, sepse nuk i dihet, shenjat janë. Edhe pse do thyet një protokoll shtetëror që nuk
parashikonte gjëra të tjera për të bërë tamponin, po ai ta bëjmë. Dhe bën të njëjtën në mbasdite, në datën 20. Ishte njëjtë mbasdite, është ora 4-5. Unë e kam marrë vesh në orën 6, që u bë tamponi sepse ka një rast të tillë. Në orën 9 erdhi lajmi që ishte pozitiv. U llahtarisët të gjithë besoj. Në fillim jo, nuk u llahtarisëm sepse s'dinin ç'a ishte. Sepse nuk pristin, kishte ato, kishin, në thënë, dyndja në për këto, në për urgjenca ishte, po jo e tillë. Pas datës 20, një dyndje me tërmend e pa imagjinueshme. Frika apo ishin vërtet realisht të smur? Jo, ishin realisht shumë të sëmur. Sidomos ndërkohë që ata të moshuarit thoshje, hajde, është dhe mosha, janë dhe sëmundjet, edhe nuk ja dalin e kështu, po shikonim të rinjt, po shikonim moshën time dhe tënden në atë kohë. Që po sëmureshin, edhe po sëmureshin shumë, edhe nuk po ja dinin dot. Edhe fakti është që në reanimacion ky përfundoi i pari, nuk kalon 4-5 ditë, reanimacioni u mbush. U mbush me të rinj, nuk u mbush me pleq. Nuk ishte diçka. Thon tash një ndër teoritë që ka dalë që pse u panikosëm, ishte një lloj gripi. Po ne që e pam në fillim fare se ç'ndodhi, s'kishim si mos të panikoseshim, sepse të vi një val e tërë, një numër i papërballueshëm të sëmurësh që futen në spital, edhe të gjithë vjen edhe përkeqësohen brenda orëve, jo brenda ditëve, brenda orëve. Si mos të panikoseshe. Po mirë. Por një lloj gripi ishte ky? Gjithmonë me një duke mbajtur, në thënë edhe një lloj jo qetësie, po një lloj rregulli. Do të thënë, në fillim pati probleme me ato masa mbrojtëse, me maskat, me veshjet, me të tjera masa mbrojtëse. Mbaj mend këtë gjë që është e rëndësishme. Në fund të shkurtit, edhe fillim të marsit, se ishte Lodi dhe filloi dhe Bergamo. Ishten 2. Dhe u bën kur bën 2, janë çiksi shumë. Në ndim ne na erdhën, sepse ndërkohë ishin dhe 8 reanimator. Tanët që ishin sëmur. Në atë kohë kam bërë misionin dhe Leonard Soli, si ish ministri jonë, më ka thënë, duhet ta kuptojmë, thoshte që problemi nuk janë as virologët dhe as një lloj profesioni. Neve do kemi problem, thoshte, për anestezistët. Kjo lloj sëmundje do anestezist. Edhe doktor Soli, si shumë gjëra të tjera, i kishte rënë në kokë kësaj gjëje. Eksakt. Jo, po thoshe atë që në ndim na erdhën në mjekët pa kufi, shoqata e mjekëve pa kufi. Ata ishin mësuar me epidemi, me pandemi, me gjërat me ebolën, me të gjitha. Erdhën dhe na instruktuan si duhet të mbroheshim. Edhe na dhanë pak a shumë një farë qetësie në atë. Na thanë, zbatoni këto rregulla, edhe do të jeni në rregull. Kush u sëmur nga ne, sepse i theu rregullat. Unë e the dhe vetë, nuk u sëmura sepse nuk mund t'ja lejoja vetës në atë periull, ishte periulla e tillë familjare, por... E mbaj mend juve kishit edhe nënën sëmur në atë periull. Edhe mbaj mend edhe shenjën që kisha këtu. Po. Sepse maska nuk i kej. Mbaj mend që mbanit edhe panolinën, mos gaboj. Jo, dera ty jo, s'kemi arritur. Absolutisht. Jo, banjot funksiononin shumë mirë. Jo banjot, sepse për të kryer një proces duhet të zhvisheshe, të visheshe. Nuk kemi arritur në këto ekstreme, absolutisht. Ishim gjithmonë, kishte një vend, një filtr, ku bëhesh veshja, kishte një supervizor që të shikonte, të kontrollonte, të bënte, kishte një tjetër që mund të ishte po i njëjti, po ishin të ndara këto kalimet. Nga një vend visheshe, futeshe brenda, nga një vend do mund të ishte edhe një iniciativë personale për të shmangur 4 herë. Po për të kthyer tek pyetja, do thënë ishte apo si ishte vërtet, unë kam parë kam qenë vetë. Reanimacioni jon ishte me 7 vende. Reanimacioni i Lodit, një spital i zakonshëm me 300-400 shtretëror. I zakonshëm për Italinë, se në Shqipëri quhet i madh. Nuk po flas për San Rafaelen, për Niguarda, për spitalet e Romës, janë qytete më vete. Spitali jon 7 kishte. Në mes të prillit, në mes të marsit, do të thënë 3 javë pasi filloi kjo, vendet në reanimacion ishin 27. Edhe s'kishim më ku të shonim.
S'kishin ku duhenin më. Nuk zjeroheshin dot më sepse mbaruan shtretrit, mbaruan ventilatorët, mbaruan ato hapësirat, pavionët. Hapësirat, mbaruan pompat elektrike se donin infuzion, të gjithë donin. Po mbaronin dhe ilaçet gati sepse çdo njeri nga ata kërkonte. Edhe mbaj mend ato udhëtimet që bënim, merr të sëmurin, ashtu si ishte me tub me gjitha, edhe ku të mundeshe, do të thënë, kishte një organizim, kishte një koordinim qendror, që gjente vende në reanimacion kudo që ishin, edhe mund të bënin edhe një orë gjysmë udhëtim që ta çonim të sëmurin atje ku duhet. Kështu që situata nuk ka qenë absolutisht për tu nënvlerësuar që ishte e rëndë, po ishte me tërmend një situatë e frikshme për atë moment. Edhe përsëri ishte e frikshme sepse nuk po shikonim raste të rënda tek pleqt. Nuk po shikonim raste të rënda sepse pleqt nuk arrinin tek në reanimacion, po shikonim raste të rënda në 55 vjeçar, në 60 vjeçar. 55-60 vjeçar në Itali, edhe në Shqipëri janë në kulmin e karrierës, janë në kulmin e jetës, janë me aktivitet të plot. Do të thënë, imagjino çfarë dëmi është bërë. Po. Me një vdekshmëri të valës së parë në reanimacion që preku 60%. Kemi bërë 100 shtrime edhe dolën gjallë 40. Atëherë në Shqipëri në fakt ishte më e lartë, ishte diku të 80% vdekjet dhe si kundër argument ndaj mohuzve, ndaj nihilistëve, do të bie këtë që asnjë grip nuk e ka vdekshmërinë 60 deri në 80%. Kështu që të sëmurëve të shtruar në reanimacion. Pastaj duke hequr, duke bërë një llogari këta që i bën, që merren me këto punë, vdekshmëria maksimale e këtij Covidit ishte në rang popullate ishte aty tek 0.5%. Italia pati 0.1, 0.2 të popullatës. Më shumë se sa vdekshmëria në çdo vit të kaluar apo jo. Po. Duke e krahasuar me vitet para Covid. Po. Bet fjalë, do thënë ajo që ishte teprica e vdekshmërisë, do thënë në çdo vit ke kaq një numër, këtu kishte një numër më të madh. Me siguri nuk ishin të gjithë nga Covidi, sepse në atë periudhë, duke qenë reanimacionet u bllokuan, repartet u bllokuan, mjekët ishin të zënë, ata që u sëmurën nuk vinin dot në punë se ishin të sëmurë, ata që ngelën nuk ndiqnin dot të gjithë sëmurët sepse kishte një ngarkesë. Kuptohet që përveç Covidit kishte edhe të sëmurë tjerë kronik që nuk porën dot kurat. E flas për sëmurët kardiak, për sëmurët onkologjik, sidomos, apo për të tjerë. Kush priste një operacion urgjent? S'kishte, sepse ne arritëm në 27 vende të reanimacionit, por duke transformuar sallë të operimit në reanimacion. Kuptohet që kjo Covidi e pati marzhin e vdekshmërisë më të lartë se sa gripet e tjera? Po. Të e thonë të gjitha statistikat. E thonë të gjitha. Vala e parë ishte me tërmend, pastaj kur filloi vaksinimi, që ka filluar në dhjetor të 2020-s, edhe masivisht nga janari e tutje, po ne që në valën e dytë e pam që filloi nga tetori në Itali, pam që vdekshmëria po ulesh. Çfarë ndodhi? Ndodhi dobësimi i... Ndodhen disa gjëra. Ndodhi ajo që ishte më natyrale që ndodhen, më e natyrshme. Do të thënë, mjekët morën eksperiencën, kishin eksperiencë në përballimin e kësaj gjëje. Do të thënë, ajo valë e parë që të gjend papritur, s'di nga të kthesh, s'di nga të rrotullohesh, çfarë të bësh, qyshe teke. Në atë valën e dytë ishin përgatitur, dinin çfarë do bënte. Kishin dalë ato mekanizmat të themi patogenetik, mekanizmat e sëmundjes, njieshin dëmet që jepte virusi, njieshin terapitë që duhet filloje, duhet të bëje, duhet parandaloje apo të sulmoje. Do të thënë kishte ndryshuar komplet kuadri. Ajo vale dytë ka qenë shumë më e lehtë se sa vale parë. Që edhe një lloj dobësimi natyral i virusit, ajo që në mjekësi quhet që fillon e mësohet. Mendoj se po.